E për ndryshën, për çka janë shku në vetëvendosje mas Albini? Ja, tash unë. Për çka? Po mendoj që Albini është i lexueshëm bek. I lexueshëm? E ki shumë gabim edhe për që to mu i më lidhë me kur se shqiptarëve duhet masanej më do të. Ja, absolutisht. Që si të lexumi, qëre kjo sikur speci me mjell bëth prap. Kjo është i ndërtuar për s'dallash. E ty do këtë i lexueshëm. Është mirë njeri kur është i lexueshëm edhe është i kompletuar edhe këta dije e përdor për të mirën e qytetarëve, sidomos kur zgjedhesh. E ti për më shku edhe mi bon 100 dallavere e më rajte me mashtru një popull, kjo është zotësi, po është për sbrapshti. Po populli pedon tash. Po pedon, po tash nuk e don mo. S'ka me dosh mo. Ja, se don mo, se e ka po, jetë 5 vjetë shku me hoq, tam. Nëse pak ka fajt opozita këtë, po. Ja, opozita si ka fajt heq, i ka fajt që kë, edhe që ata që i kanë një mu. Opozita po është e dopë. Po e në intervjist jem, Erjan. Erjan? Kësherë si kur Gestapo i Gjermanisë. Do të është më tuto të shumë. Po. Të ngotë. Bek, për fund, kandidat s'po du me të marrë shumë koste dhe jenë në angazhime. Një mesazh për fund, ose diçka që unë s'mu ka kujtu me të pytë. Kështu, kësaj radhe, këto zgjedhje janë më të rëndësishme të najherë në Kosovë që ka ndodhë. Do më thonë, 2 milion apo tu të se kalon një pragë, ka zonë të qëllë e pragë, 100.000 vota kena, kësaj radhe. Okej. Pragën e kaloj unë e veç vetë, tani kom do shukë që aty që ngojnë pak edhe më dhinë 100.000 shumë.